Në Shirokën turistike dhe këtë fundvit nuk kanë munguar vizitorët të ardhur nga qytetet e tjera, pasi kalojnë mbrëmjet festive në qytetin e Shkodrës. Një shëtitje dhe një kafe në Shirokë janë pjesë e kujdesë së tyre turistike në Shkodër. Ne vim nga Tirana edhe na pëlqen Shiroku. Për një kafe, mbrëm kemi qenë në Shkodër, një mbrëmje festive, jemi kënaqur shumë. Për natyrën, liçenin, një ditë e bukur. Unë jam nga Kuksi, kam bo shkollën këtu 3 vjetë dhe më pëlqen shumë Shkodra, kurse për Shirokën më pëlqen natyra, liçeni, normalisht duke kujtu kohën e shkollës. Mua të paktën kam kujtime të bukura këto. A bëhet fjalë me ikë pa Shirokën nga Shkodra? Ja. Unë jam nga Gramshi edhe kemi ardhur që dje këtu në Shkodër për të kaluar Krishtlindjet. Edhe për të pirë një kafe sot këtu në Shirok, me pamje shumë të bukur nga liçeni, për ta shijuar. Muzika, njerëzit që janë shumë allegro, krijojnë shumë atmosferë të bukur. Dhe për ta shiju veriun, se boll ka shiju jugën. Po, na pëlqen edhe veriu, pse jo. Ndërkohë nuk mungojnë as qytetarët e Shkodrës, por në numër më të vogël, pasi Shiroka është një destinacion i përhershëm për shkodranë dhe vizitat në këtë zonë janë të zakonshme gjatë gjithë vitit. Shiroka është një bukuri e rrallë, me male, me ujë, me një pedonale të bukur. Për një atë qefi na dan me bë xhiro disa herë. Tek nëna, po thuj se po këtën 3-4 herë në javë. Shkodra është një bukuri e rrallë, ama kur në ta mojmë. Me pastërti, jam e hellë pisleqet e uji, ose të diku tjetër, kuda, edhe një ras mot, ras tarabushit, ras kalajet, ras një pedonale, diçka, ashtu. Pastërtia është gjaja më kryesore. Gjatë fundvitit, atmosfera festive në Shkodër përqendrohet kryesisht në qendër të qytetit, në pedonalen kryesore dhe lagjen muzeale të Gjuadolit. Për këtë arsye Shiroka është më pak e frekuentuar, por gjithsesi nuk mungojnë vizitorët, sidomos rreth orëve të drekës dhe vonë deri pas dite, numri i tyre shtohet ndjeshëm.